me gjas kryeministri Kurti në momentin e fundit do propozoj një emër të përveçëm jashtë skenës politike, jashtë do thëja këtyre që janë përmendur, sepse shpesh dihet që këta që përmenden s'bën kur. Kjo është një farë praktike. Edhe këtu të ne në Tiranë. Edhe këtu në Tiranë. Po nuk kam dilemë, thash një që sa më shumë që punimi, aq më shumë na pas kanë munguar njëri tjetri ndër vite kur s'kemi pasur këtë komunikimin çfarë kemi tash. Për te shakos që është edhe e vërtetë në timin e ku, pra njerëzit që përmenden shpesh ata nuk bën, po bën dikush që propozon në minutën e fundit. Dhe unë besoj që kryeministri Kurti sikur kam një flet një farë intuite që do të propozoj dikë jashtë këtyre emrave që i ka tash, për të sfiduar realisht partitë opozitare edhe për t'i vendosur në një shkallë, do thëja, të një risku politik që do të ndërmarrin, ndoshta edhe për te marrëveshjes politike.